Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32 години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружетени се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Përkushtimi im ndaj punës inkurajohet nga përgjegjësia ndaj punës të cilën e realizojmë dhe dëshira për të qenë sa më e përgatitur ndaj sfidave të përditshme në punë. Dhe e gjitha kjo bëhet për të arritur në konkludim të rezultateve sa më të mira të punës. Unë mendoj që gjithsecili nga ne mund të jap kontribut në drejtim të ndryshimeve të shoqërisë në shoqërinë tonë. Dhe atë duke kontribuar ndaj aktiviteteve dhe punës të cilën ne realizojmë, dhe kjo e gjitha për të dhënë rezultate sa më të mira ndaj opinionit publik dhe gjeneratave të reja. Unë mendoj që mënyra më e mirë për të kalimin e sfidave, për të ballafaquar sfidat janë përkushtimi, dhe atë përkushtimi ndaj punës, përkushtimi ndaj familjes, si dhe përkushtimi ndaj shoqërisë. Shembulli më i mirë i vendit tonë është multietniciteti i vendit tonë, dhe mendoj se kjo është një vlerë e shtuar e vendit tonë. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë dhe të drejtë këtë vlerë. Unë mendoj që Republika e Maqedonisë së Veriut ka vetëm një të ardhme dhe ajo është rrugëtimi dhe anëtarësimi i plot në Bashkimin Evropian, gjë e cila do të mundsojë qytetarëve jetesë më të mirë dhe standarde më të mira të jetesës, standarde të cilat do të çojnë në drejtim të përmirësimit të zhvillimit ekonomik, zhvillimit të arsimit, zhvillimit të shëndetësisë dhe sistemit të drejtësisë. Unë mendoj që të rinjtë në vendin tonë duhet të jenë më kërkues dhe këmbëngulës në atë që kërkojnë për të arritur qëllimet e tyre, si dhe të bëhen pjesë e proceseve politika. Republika e Maqedonisë së Veriut asetin më të rëndësishëm e ka asetin njerëzor, dhe unë mendoj se është momenti i fundit për të zgjitur të gjitha çështjet e hapura politike dhe zhvillimi dhe fokusi i zhvillimit të shtetit të jetë drejt zhvillimit ekonomik si dhe shfrytëzimit të asetit njerëzor. Ashtu si që CK më lart, një nga veçoritë kryesore të vendit tonë është karakteri multietnik i shtetit. Maqedonia e Veriut është një nga shtetet më të rralla në Evropë që funksionon si një shtet ndëretnik dhe raportet ndëretnike gjatë viteve të fundit janë në nivelin më të mirë të mundshëm, gjë që jep kategori veçoruese vendit tonë dhe një vlerë e shtuar karshi vendeve të tjera.